بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun, atë falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndoshta Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush të devijojë. E kushdo që devijon nga e drejta nuk ka kush ta udhëzojë, askush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij e mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vazhdojmë në fjalën e autorit, Allahu mëshiroft, e ky faktikisht do të jetë mësimi i fundit për këtë libër, se sot me lejen e Allahut e mbyllim. Thot Allahu mëshiroft: "Wattiba'u as-salafi s-salihi wa iqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum." Pra thot, prej fesë tonë ose prej besimit ton është ndjekja edhe pasimi i selefëve të parë të këtij umetit, dhe pasimi i hapave tyre dhe kërkimi i faljes për ta. Thot autori me këtë fjalë se mirësia e plot dhe gëzimi i plot është në pasimin e profetit të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të shokëve të tij dhe të dietarëve të cilët i ndoqën hapet e tyre deri në ditën e fundit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam faktikisht na ka treguar se ky umet do të ndahet në 73 grupe. E të gjitha ato grupe do të jenë në zjarr, vetëm se përveç një grupi. E pyetën, kush është ai grupi i dërguar i Allahut? Tha, ai është xhamati. E kemi përmend edhe fjalën e Imam Malikut, Allahu mëshiroft, kur thot: "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummati illa bima salaha bihi awwaluha." Pra, fundi ose përfundimi i këtij umetit nuk përmirësohet vetëm se me atë çka u përmirësoi fillimi i saj. Pra, me fenë në cilën ka qenë profeti i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Përcjell Imam Al-Lalikai në librin e tij Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunna se Imam Ahmedi ka thënë dhe prej bazave të sunnetit tek ne është të kapemi fort në atë që ka qenë në të shokët e profetit, pra në fenë që kanë qenë shokët e profetit të dërguarit e Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe t'i marrim për shembull, pra ata t'i kemi shembull dhe të lëm bidatet, se me të vërtetë çdo bidat është humbje, e të lëm polemikat edhe të lëm ose të largohemi nga qëndrimi me njerëzit ose me pasuesit e tekave prej bidatçive, e të lëm grindjet dhe mosmarrveshjet dhe polemikat në fenë e Allahut. Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar ata të cilët kanë ardhur pas muhaxhirëve dhe ansarëve, i ka lavdëruar për shkak se ato kërkonin falje për ta, edhe i kërkuan Allahut Jalla fi ula që mos bënte në zemrat e tyre mllef për ata që besuan, kur thot Allahu: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dhe ata të cilët erdhën pas tyre thon: "O Zoti jon, na fal ne edhe vëllezërit tanë të cilët na paraprin ne në besim, dhe mos bëjnë zemrën tonë mllef për ata që besuan, o Zoti jon, ti je i buti, i gjithë mëshirshmi." Thot Aisha radhiyallahu anha për ata njerëzit të cilët filluan të merreshin me shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, i shanin, i ulnin aty, i ofendonin, thot: "Allahu i ka urdhëruar që ata të bëjnë, kërkojnë falje për ta, të bëjnë istighfar për shokët e profetit, ndërsa ata bën të kundërtën, i shan ato." Allahu thot: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ai i cili kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek një rrugë tjetër përpos rrugës së besimtarëve, pra të shokëve të tij, ne lëm në atë që ka zgjedh. Pastaj e hedhim në zjarr, thot Allahu, e sa përfundimi keq është ai. Thot Abdullah ibn Mas'udi, sikur sa e përcjell Ibn Abdul Barr në një nga librat e tij, thot: nëse ke për të marrë dikë shembull, atëherë merr shembull dhe paso sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ata ishin njerëzit që kishin zemrat më të pastra. Dhe dia e tyre ishte dia, domethënë, më e thellë. Dhe rruga e tyre ishte rruga më e lehtë. Se faktikisht rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij ishte e lehtë, ndërsa rrugët e tjera ato e vështirësuan njeriu. Pra ja prishin mendimin, saqë nuk e dallonin dot, nuk ishin të qartë në besimin e tyre, ndërkohë që rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam përveç se është e qartë, është dhe e lehtë. Thot ishin në orientimin më të drejtë, ishin në gjendjen më të mirë. Ata ishin një popull që Allahu subhanahu wa taala i zgjodhi që të ishin shokët e të dërguarit të tij. Kështu që dije ose njihi atyre vlerën dhe pozitën dhe ndiqi hapat e tyre, sepse ata thot ishin në rrugën dhe në orientimin dhe në udhëzimin e drejtë. Në Sunenin e Darimiut nga Uthman ibn Hadhir ka thënë: u futa një ditë tek Abdullah ibn Abbasi dhe i thash: më këshillo. Abdullah ibn Abbasi i tha: po. Friksoju Allahut, pra i devotshëm për Allahun, paso dhe mos sajo, dhe mos shton fe, pra paso hapat e të parëve dhe mos devijo, domethënë mos shto diçka që ato nuk e kanë bërë, që nuk ka qenë fe për ta. Gjithashtu nga Ebi Darda radhiyallahu anhu ka thënë: adhurim pak mirë po në sunet është shumë herë më mirë se sa shumë adhurim, pra të mundohesh në adhurim mirë po në bidat. Nëse ti thot pason, bën atë çka të ka ardhur prej profetit, është më mirë për ty se sa të sajosh apo të shtosh. Edhe nuk ka për të gabuar kurrë ai i cili, pra nuk ka për ta humbur rrugën ai i cili ndjek hapat. Pra ndjek hapat e të parëve, ndjek hapat e profetit alayhi salatu wassalam dhe të shokëve të tij. Gjithashtu Umar ibn Abdul Aziz i shkruajti njerëzve një letër dhe i tha: nuk mundet që pasi profeti i Allahut alayhi salatu wassalam të ketë bërë diçka sunet, të dali dikush, pra ideja nuk lejohet të dali dikush me një mendim të vetin. Pra është mbyll ky kapitull. E tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam që ky është suneti, askush nuk mund dali me një mendim të vetin. Dhe Urwa ibn Zubair ka thënë: qëndroni mas sunetit, sepse me të vërtetë suneti ose pasimi i suneteve, pasimi i sunetit është gjëja me cilën mban fen. Pra ajo ta ruan fen. Njeriu të qëndrojë në hapat në hapat e profetit alayhi salatu wassalam dhe të shokëve të tij. Edhe jo të mundohet, domethënë, me dal me diçka që nuk e kanë bërë ato. Vazhdon Allahu e mëshiroft duke thënë: wa tarkul mira'i wal jidali fi ddin. Pra dhe prej fesë tonë është që të largohemi nga grindjet dhe nga polemikat në fe. Këtu ka për qëllim që të vjen fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe fjala e profetit alayhi salatu wassalam, rruga me të cilën ecin besimtarët e drejtë është që dorëzohen dhe nënshtrohen. Dorëzohen dhe nënshtrohen. Dhe jo sikur ata të cilët i dhanë përparësi mendjes tyre, edhe mohuan, e lanë shpalljen, edhe debatojnë dhe diskutojnë në mënyrë që të përgënjeshtrojnë të vërtetën. Allahu Jalla fi ula thot: ela innal ladhina yumaruna fi as-sa'ati la fi dalalin ba'id. Ata të cilët, padyshim thot, ata të cilët të debatojnë ty për ditën e ringjalljes, për ditën e kiametit, ata janë në një humbje të madhe.
sikur se thot Jalla fi ula wa yujadilu alladhina kafaru bil batili li yudhidu bihi al haqq. Të debatojnë ty ata të cilët mohuan, jo besimtarët, të debatojnë ty me të kotën për të përgënjeshtruar me të vërtetën. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inna abghada ar-rijali ila Allah al-aladdu al-khasim. Njeriu më i urryer tek Allahu është al-aladdu al-khasim. Al-aladdu al-khasim e ka përmend Ibn Hajeri në shpjegimin e këtij hadithi, ka thënë ai i cili grindet është grindavec i madh edhe është polemizues, që polemizon shumë. Edhe ka përmend në një vend tjetër që kuptimi është besimtari i cili nëpërmjet kotës debaton me muslimanët për të përgënjeshtruar të vërtetën. Edhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam: ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya: ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk ka deviju, nuk ka hum një popull mbasi që ishin në udhëzim, vetëm se u dhan mbas debatit, u dhan mbas grindjes, mbas mos përputhjes, domethënë polemikave. Pastaj lexoj fjalën e Allahut: ata nuk ta sollën ty, pra këtë shembull vetëm se për debat. Me të vërtetë thot Allahu, ato janë popull polemizues. Transmeton Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma që ka thënë: shkova tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë, edhe tha, u dëgjua zëri i dy burrave të cilët kishin polemizonin me njëri tjetrin për një ajet prej ajeteve të Kuranit. Dhe doli i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tek ne dhe dukej tek ai thot që ishte nxehur, që ishte me nerv, ishte nevrikos, domethënë nga kjo që kishte ngjuar për këtyre dy burrave, dhe tha: innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab. Me të vërtetë janë shkatruar ata që kanë qenë para jush për shkak se polemizuan në librin e tyre. Dikush thot Allahu subhanahu wa taala thot kështu në Kur'an, edhe fillon ai tjetër, jo po kështu, jo po knie, po shiko se ka. Vëlla, muslimani dorëzohet, muslimani nënshtrohet. Ka thonë Allahu, marrë muhabeti. Ndërsa nga rruga ose nga metoda e njerëzve të dyshimit dhe të humbjes, të devijimit, është debati edhe polemika, pra në të kotë. Edhe ata çfarë bëjnë? Ndjekin ajetet e paqarta të Kuranit, ndërkohë që rruga e besimtarëve të drejtë është që i pranojnë ajetet e qarta, i pranojnë dhe ajetet e paqarta. Dhe ajetet e paqarta, domethënë mbështeten tek këto me ajetet e qarta për t'i dhënë atyre kuptim. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha se profeti sallallahu alaihi wasallam lexoi fjalën e Allahut: huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat. Pra Allahu është ai i cili ta zbriti ty librin, prej tij janë ajetet e qarta. Prej tij janë ajetet të qarta. Ato janë, thot Ajka, ato janë thelbi i librit. Ndërsa ajetet tjera thot që janë të paqarta. E thot profeti sallallahu alaihi wasallam: idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum. Nëse i shef ata të cilët i pasojnë ajetet e paqarta, këto janë ata që Allahu ka, domethënë, i ka përmend në këtë ajet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kështu që ruhu prej tyre ose ki kujdes prej tyre. Në Sunenin e Darimiut nga Ebi Ja'far Muhammad ibn Ali al-Baqir ka thënë: mos u ulni me njerëzit e polemikës,
pasi ata futen dhe debatojnë në librin e Allahut, domethënë pa dije, futen dhe polemizojnë në fjalën e Allahut pa dije dhe pa argument. Ndërsa debati në formë të mirë, në formë, më thënë, të drejtë, me edukat, në mënyrë që ti të shfaqesh një të vërtet, sikurse është, më thënë, debati që mund ta bësh me jo besimtarin, për të shfaqur ti të vërtetën, atëherë kjo është diçka, domethënë, e ligjëruar, është e drejtë, madje Allahu subhanahu wa taala e ka urdhëruar kur thot ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, pra me dije, wal mau'izati al hasana, pra me këshill, me fjalë buta, pra wajadilhum billati hiya ahsan, dhe debatoj në formën më të mirë, thot Allahu jalla fi ula. Pra nuk ka për qëllim kur tham debatit, çdo lloj debati, kurse debati në të drejtë me dije në formën më të mirë për të arritur tek e vërteta nuk ka dyshim që është diçka e lavdëruar, mirë po qëllimi është që njeriu ta bëj zakon polemikën tek vetja e tij, do thonë edhe për çdo gjë ta ketë origjinë me kundërshtu. Vazhdon autori dhe kjo është fjala e fundit me të cilën e mbyll këtë libër, thot wa tarku ma ahdathahu al-muhdithuna. Edhe prej fesë tonë është pra të lëm atë që e shpikin apo e shtojnë, do thonë bidatçit, njerëzit e bidatit. Për Ibn Abi Zeid al-Qayrawani, pra me ato që tham, na tregoi rrugën e ehli sunetit dhe xhamatit në pasimin e selefëve, të parëve të këtij umetit, dhe pasimi i hapave të tyre dhe kërkimi i faljes për ta dhe largimin nga grindjet dhe polemikat dhe debatet në fe, e mbyll duke treguar, domethënë, rrugën e ehli sunetit në largimin dhe distancimin nga bidatet, sajesat në fe, edhe prej bidatçinëve. E tërheq vrejtje, pra Ibn Abi Zeid al-Qayrawani faktikisht kanë tërheq vrejtje Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ka tërheq vrejtje profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, ka tërheq vrejtje, do thonë, selefët e këtij umetit nga bidati ose sajesa në fe. Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Thot, edhe kjo është rruga ime e drejtë, thot, ndiqi atë, pasoj atë, edhe mos ndiq rrugët e tjera përpos saj. Edhe nëse ndjek, pra kush është përfundimi nëse ndjek rrugët e tjera, largohesh, shkëputesh nga rruga e Allahut edhe profetit alayhi salatu wassalam. Kështu ju këshillon në mënyrë që të ruheni, thot, kështu ju këshillon në mënyrë që të ruheni. Në hadithin që përcjell Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, që është hadith që pak a shumë, do thonë, është i njohur, që thot men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush sjell në fen ton diçka që nuk është prej saj, atëherë kjo është refuzuar, sikur se ka thënë kush vepron në fen ton diçka që nuk është prej saj, është refuzuar. Sikur se në hadithin e Irbad ibn Sariye, thot profeti sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah. Me të vërtet, largoni nga bidatet, largoni nga sajesat në fe, sepse çdo sajes në fe është bidat dhe çdo bidat është humbje. Sikur se e kemi përmend në hadithin e gjatë të Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush kërkon diçka tjetër përpos sunetit tim, përpos traditës time, ai nuk është prej meje, thot. Edhe thot sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është diçka që njeriu duhet ta ketë, do të thonë ta ketë frikë. Inna Allaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu. Thot Allahu subhanahu wa taala ja ka ndalu apo ja ka mbulu teuben, pendimin bidatçiut, i cili ndjek bidatin, hes me bidatin
vepron bidatin, e përhap bidatin derisa, pra Allah ja ka ndalu këtij teuben derisa ta braktis këtë bidat, derisa ta braktis këtë bidat. Ndërsa Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi përmend në librin e tij Sunneti nga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma se ka thënë kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Çdo sajes në fe, çdo bidat është humbje, edhe sikur njerëzit ta shikojnë si diçka të mirë. Thot dikush, hajde tani hajde mlidhemi, edhe fillojmë gjithë, bëjmë i dhikra, apo bëjmë i gjo, apo kujtojmë profetin e kështu me radhë. Mund t'i duket diçka e mirë, të gjitha thot, përderisa nuk i ka vepruar profeti sallallahu alaihi wasallam, të gjitha janë bidat dhe nuk janë diçka e mirë, por se të gjitha janë humbje. Përmend Imam Shatibiu në librin e tij El-I'tisam se Ibn al-Majishun ka thënë, e dëgjova Imam Malikun të thotë, men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Thot, kush vepron një bidat në islam, apo kush sajon diçka në islam, duke e pa apo duke menduar se është diçka e mirë, atëherë ai po pretendon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka tradhtuar shpalljen, pra që ka lënë diçka pa sjell prej të mirave. Pasi Allahu Jelle fi ula thot, el yawma akmaltu lakum dinakum, sot e kam përsos, e kam plotsu fen time për ju. Kështu që ajo gjë që nuk ka qenë fe në kohën e tyre, nuk mund të jetë fe as në kohën tonë. Ka thënë Sahel ibn Abdullah at-Tusturi, çdo kush i cili sjell diçka në dije, pra sjell diçka të re në çështjet e dijes, atëherë ai do të pyetet për të ditën e Kiametit. Thot, nëse përputhet me sunetin, atëherë ka shpëtu. E nëse jo, atëherë do të thonë problem çështja e tij. Kështu që autori mbasi foli çfarë foli, e mbyll me salavat, aleikum selam, e mbyll me salavat dhe selam për profetin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij. Edhe kjo është metoda e dietarëve në librat e tyre, që mbasi shtjellonin atë çfarë kishin për shtjellu, çonin e mbyllnin librin, domethënë pas falënderimit të Allahut me salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpërbleft Ibn Abi Zeid al-Qayrawanin, edhe ne faktikisht shpjegimi sikur se e kemi përmend në fillim do të ishte jo shumë i zgjeruar, duke ecë në të njëjtën vijë që ka ecë autori, pasi autori sikur se e kemi përmend, këtë libër e ka bërë parathënie në një libër jurisprudence. Edhe prandaj ka rënë shkurt dhe nuk ishte qëllimi që autori e ka bërë këtë tamam, domethënë për të sqaruar akiden në formë të plotë, mirë po disa gjëra bazë për atë i cili do i futej jurisprudencës e ka përmend këtë pjesë të besimit si parathënie për atë libër, dhe ne duke ecë në të njëjtën linjë, pra e kemi lënë në shpjegim të shkurtër, kështu që Allahu shpërbleft për Islamin, për punën që ka bërë Ibn Abi Zeid al-Qayrawani, Allahu mëshiroft. Janë diku 1000, afërsisht 100 vite që mund të është shkruajt ky libër, apo që ka jetuar Ibn Abi Zeid al-Qayrawani, dhe ne sot përfitojmë prej tij. E lutim Allahun që këtë dije që e morëm ta bëj argument për ne edhe jo kundra nesh. Sigurisht e lutim Allahun që të na bëj të jetojmë me këtë dije, të veprojmë me këtë dije, e të ringjallemi ditën e ringjalljes me robërit e Allahut prej pejgamberëve, të sinqertëve, dëshmorëve edhe të devotshme. Edhe nuk ka shoqërim më të mirë se sa këto. Allahu shpërbleft me të mira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.